Ka përfunduar në total së rehabilituari, por edhe asfaltuari segmenti rrugor Sado-Koshena, një rrugë e cila nis nga rreth rrotullimi në sheshin Omonia, për të përfunduar në brendësi të një prej zonave të lagjes. Përgjatë gjithë segmentit jo më tepër se 1 kilometër të gjatë, nga rruga transballkanike deri në fundin e bllokut të banimit, është hedhur edhe shtresa e asfaltit, duke bërë që rruga të marrë një pamje krejtësisht të re. Po flasim për një segment rrugor i cili ndër vite ishte gjithë grupa plur dhe amortizimi i mbeturina që tashmë ka ndryshuar realitet. Një rrugë e re në qytetin e Vlorës, e cila është asfaltuar, e në të cilën jetojnë çdo ditë 10 familje, por mbi të gjitha ky segment rrugor është i rëndësishëm edhe për faktin se në to gjenden disa biznese, prej tyre të mëdha si punishte apo fasoneri, ku çdo ditë kalojnë qindra punonjës. Krahas amortizimit është rehabilituar një rrugë e cila më herët kishte probleme edhe me përmbytjet, ku në ditët me erreshje shiu bllokoi totalisht nga uji dhe balta, duke bërë që qindra punonjës e banor të zonës të mos kalonin dot, duke bllokuar në këtë mënyrë edhe funksionimin e bizneseve aty. Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës ka qenë një prej kërkesave të hershme ndër vite të banorëve të zonës, e cila plotësohet nga pushteti lokal, Bashkia e Vlorës. Investimi në fjalë ka përfshirë vetëm asfaltimin e rrugës Sado-Koshena, pritet që në vazhdim të ketë aty një tjetër projekt për krijimin e hapësirave se ku do të kalojnë qytetarët, si dhe ndërhyrje në rrjetin e ujit të pishëm dhe kanalizimeve. Investim që do të kryhet në këtë zonë në vazhdimsi është po ashtu edhe vendosja e ndriçimit rrugor për të ofruar të gjitha kushtet për këtë bllok banimi.